diplomacia nga ana humane, pra për paqe të qëndrueshme, qoftë edhe ajo marrëveshja që Amerika në thojza ka detyruar tashmë edhe Iranin edhe Turqinë dhe të gjitha të që jenë në marrëveshjet e Abrahamit, edhe kjo është një plan i cili tjetërson ose problemin jetik, domethënë të lindjes së mesme, zgjedhjen e saj është shtypur dekada më vonë, por jo se kemi një zgjedhje, sepse është e pamundur të kemi një zgjedhje ku që nga Huthit atje gjithë gadishulli arabik e vin deri në Siri, domethënë deri në kufirin me Turqi, se gjithë ajo zona është në luftë, pra është në luftë jo mentale, por në luftë reale, të cilat kemi grupe të ndryshme, formacione të ndryshme, kemi proxy të ndryshme, kemi armë të ndryshme, dhe kjo si do ta prononcoj Amerika për mbar opinionin botëror, pra thotë që ja unë po bër këtë, çfarë bëre për shembull në lindjen e mesme që ku ka ardhur Trumpi, i cili ka mbaruar 7-8 lufte, si çfarë thotë domethënë Trumpi totalisht prallë janë ata, por çfarë bëri në lindjen e mesme, një paqe të vogël që është bërë në lindjen e mesme, apo një armë pushim ku për shembull kemi armë pushimet mes Libanit dhe Izraelit, asnjë ditë nuk ndaloheja, po ashtu edhe mes Teheranit, Washingtonit dhe Tel Avivit, ende bombardimet vazhdojnë, biles dini shumë mirë, keni parë shumë mirë si ajo ditën e parë dje, më kanë çfarë bombardimesh janë bërë kundër njëri tjetrit. Pra ajo që thuhet para opinionit duket që është edhe në fakt edhe për spekulacion të bursat në kombëtare, ku dihet se kriptomoneda për shembull ka humbur vlerë deri në 60% të saj, pra ka më shumë se gjysmë për gjysmë, po ashtu edhe Floriri dhe të tjera, të cilat këto shumë ekonomistë dhe strategjisti ekonomistë thonë që janë spekulacionet e Trumpit dhe të administratës së tij, të cilin pasuron domethënë një pjesë, një grup mbështetës të vetëm, por nga ana e rajonit nuk kemi asnjë dritë jeshile për paqe, vetëm thjesht janë biseda, muhabete, si themi ne, muhabete kafenesh, të cilat duhet për të folur para opinioneve. Sokoli, ndërsa ashtu si e the edhe ti, pra Izraeli dhe Irani po shkëmbejnë raketa, Trump nga ana tjetër flet sigurisht dhe për sinjale diplomatike nga Teherani dhe për një marrëveshje që ndoshta dhe sipas vetë presidentit amerikan është disa ditë larg, por ky kontrast mes realitetit të përgjakshëm në terren dhe nga ana tjetër optimizmi të Trump është pothuajse surreal, do ta quaja. Pra, mendon se në këtë rast Irani është duke përdorur diplomacinë sekrete si një mburojë tymi për të frenuar ndoshta dhe reagimin amerikan, ndërsa përgatit edhe hapat e ardhshëm, hapat e radhës ushtarak? Tashmë normalisht Irani është një kuti e mbyllur, të cilat ne e dishim që është një luan prej letre, domethënë prej kartonit deri para 3 muajve, por doli pak ndryshe, por do të kuptuar pak edhe nga politikat e mbrëmshme të Iranit. Në të vërtetë kemi një unifikim të forcave të Iranit, për krahut politik, social dhe krahut të gardës revolucionare islamike. Pra, a kemi me të vërtet një apo jo, ku kjo le shumë për të dëshiruar, dhe normalisht në lufta të tilla, në kaose të tilla, çdo kush mundohet të dalë, domethënë fitimtarët, çdo lloj forca apo çdo lloj grupimi apo çdo lloj fraksioni brenda grupimeve të ndryshme të ushtrisë dhe formacionet të tyre, edhe pse kanë atë sistemin e mbrojtjes mozaike, e cila me të vërtet dha një dëm shumë të madh për rajonin, për Izraelin, për Amerikën dhe për atë fuqinë amerikane, e cila e tregoi për shembull në Venezuela me Maduro, atë nuk e arriti ta tregonte dot, kurse me parë nga diplomacia e Iranit, me të vërtetë që Irani çdo gjë vazhdimisht dhe ndoshta edhe historikisht e ka që ta shtrijë në kohë, pra ta lej në kohë negociata. Këtë do të thonë këtë ka ndjek Irani dhe duket që ka dhënë një sukses qoftë në kohën e Obamës si bën atë marrëveshjen për nuklearizmin, po ashtu edhe gjatë viteve të fundit apo gjatë muajve të fundit, dhe a jep një fitore Iranit kësaj, kjo do ta shohim edhe pak ndryshe mendoj unë, sepse Irani është për mbrojtje, pra nuk është për luftim, nuk është pushtues si Amerika dhe si Izraeli, por është për mbrojtje, dhe deri më tani ka arritur të mbikëqendrojë, pra dhe të japi zarare, të japi dëmet e konsiderueshme Amerikës, për shembull Gerald Ford, anija më e madhe lundruese aeroplan bajse në botë, domethënë edhe pse neve na thuhet që doli një zjarr atje në magazinin në depon e lavatriqeve, kjo është shumë për të dëshiruar, sepse
është anija më e shtrejta e gjithë botës dhe nëse ata inxhinierët dhe arkitektët nuk e kanë menduar nga lavateri që më dalë një zjarr, kjo le shumë për të dëshuar dhe ato anijet e mëdha luftarake të Amerikës tashmë janë shumë larg zonës të cilat thuhet ose mendohet paktën ose ka gojdhëra shumë të ndryshme të cilat Irani ka arritur t'i dëmtojë këto dhe dëmtimi i këtyre me të vërtetë që Amerikën e ka të hequr, por nëse i kthehen pyetjes suaj, domethënë me 2-3 fjalë, do të thënë kjo që paqja atje, domethënë jo paqja, sepse paqja nuk do të ketë në lindjen e mesme për dekada me radhë, por pushimi i luftës atje është i detyrueshëm për Amerikën, por edhe për Iranin. Vetëmi vend që nuk e do pushimin e luftës është Izraeli, por në këtë kontekst Izraeli është shumë i vogël nëse nuk i konvendon dëshirëshmëria që ka Amerika, por i duhet me patjetër armë pushimi Amerikës, sepse me të vërtetë nuk arriti të merrte atë, i doli një problem që ai nuk e kishte folur kur apo nuk e kishte menduar më parë se ç'është ngushtica e Hormuzit, por edhe atë e arriti ta rikthejnë në përfitime globale, të cilat bursat e Brent Petrol, domethënë që rriten e ngrihen, domethënë ata në triliona dollar, kjo është një gjë tjetër, por i doli problemi i ngushticës së Hormuzit, e cila me të vërtetë që një armë bërthamore në thojza tashmë duket sikur i ka kaluar Teheranit dhe sa do t'ja arrisin Teherani dhe me bombardimet, nëse pritet edhe këtë javë që të ketë bombardime, pavarësisht asaj që thotë Trumpi kemi paqe, sepse Trumpi që ditën e parë të bombardimeve thotë do të kemi paqe shumë shpejt, i ditë 2 ditë 3 ditë, po janë të gjitha të paktën deri me tani kanë qenë prralla dhe asnjë gjë reale çfarë ka thënë Trumpi për armë pushimin apo për mbrojtjen e asaj, edhe ditën e sotme të mëngjesit, nuk e di a ka kaluar në agjencitë ship, Grisida është rrëzuar në Hormuz, në ngushticën e Hormuz, një helikopter i ushtrisë amerikane prapë. Tash normalisht Amerika do të thotë që është nga një defekt është rrëzuar, por tash defekti në këtë gjendje le shumë për të dëshuar, e cila pra situata me gojë pra thotë që po kemi një paqe, por realisht jo atë. A do të ketë forcë Irani, po Irani do të ketë forcën vetëm dhe vetëm nëse bombardon, domethënë dhe i jep dëmin që asaj i japin. Pra nëse i jep dëmin që asaj i ka bë Amerika dhe Izraeli, pra ja bën Amerika dhe Izraeli, ja bën Izraelit, atëherë mund të kemi tavolinë të paqes, por nëse Irani deri më tani, i cili nuk e ka dëmtuar Izraelin, që Izraeli e ka fshi, e ka barrash me tokë Iranin, gjitha pikat më të rëndësishme strategjike, atëherë normalisht Irani do të luftojë për të mbikëndruar, por forca për ta ulur në tavolinë do të jetë vazhdimisht nga Amerika, e cila edhe Amerika lot atë rolin që e ftofi çik, ngret bursat, ul çmimet e Brent Petrolit, e Floririt, e të tjera, Bitcoin e gjana, pastaj i ngret përsëri. Domethënë kemi një spekulim ekonomik, por jashtë edhe strategjik. Irani është për vetë mbrojtje, sa do të arrijnë Irani ta bëjnë këtë, ku duhet harruar që edhe Iranit me do e mos shumë shpejt i duhet një armë pushim në thojë, sepse një paqe të konsoliduar për lindjen e mesme, të paktën edhe me vite me radhë nuk duket në horizont asnjë. Po së të paktën unë kështu nuk e shoh domethënë. Se kemi një paqe të qëndrueshme. Ndërkaq Sokol, një marrëveshje e mundshme tashmë mes SBA-s dhe Iranit, duke pasur parasysh edhe përplasjen që ka mes Netanyahut dhe presidentit Donald Trump, mendoj se do të kishte një peshë krejt tjetër nga marrëveshjet e mëparshme. Pra, në këtë situatë kur Teherani di që Washingtoni po përpiqet tashmë të frenojë Izraelin për këto sulme, cilat do të ishin dhe lëshimet që mund të kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iranit? Në fakt, Amerika nuk ka ndaj presion domethënë nga Tel Avivi që të ndalë këto gjëra. Kjo është thjesht vetëm gjuhë e folur nëpër televizion apo nëpër median sociale të vetë Trumpit apo të Benjamin Netanyahut. Kjo nuk duket, sepse gjatë rruga që të çon gjatë tavolinës për të shkuar në tavolinë e diplomacisë, normalisht që këto janë gjëra normale, domethënë nga fusha e luftës që të tentojnë të acarojnë njëra tjetrin, por çfarë do të lëshojë Amerika? Amerika është e pamundur të lëshojë diçka, domethënë kundër në kërkesat e saj, sepse nëse Amerika lëshon nga ajo, masanej Amerika i ikë gjithë ajo filozofia dhe mundi i Amerikës dhe i Shtetit Amerikan prej mbi 8 dekadash me radhë që të jetë xhandari vetëm i botës. Por Amerika është e pamundur që të lëshojë diçka, sepse qëllimet e Amerikës kanë qenë të marrin ato 650 kg apo 450 kg apo sa janë, se nuk dihet mirë, domethënë uraniumin, dhe këtë me sa duket Irani e ka arritur
e ka shkuar në atë fort sa që mos t'ja jape për Amerikës, Amerika tentoi atje për ta marrë disa herë, domethënë me aksione si kur bëri me Maduron, gjithsesi nuk arriti ta marrë. Pra nëse nuk e merr atë, Amerika nuk ka asgjë. Po qoftë edhe ndryshimi i regjimit që tashmë po bëhen 100 ditë gati që nga fillimi i kësaj lufte, asnjë nuk ndryshoi. Nuk ndryshoi atje. Por edhe në aspektin e Izraelit, për shembull, çfarë ndryshoi për Izraelin? Atje Izraeli ende vazhdon Benjamin Netanyahu duke konsideruar domethënë edhe këtë që do të sjellin vota më të mëdha në zgjedhjet